Një bisedë e gjatë dhe e tensionuar mes Benitës dhe Lëndrimit, larg zhurmës së debateve të hapura, por me fjalë që peshojnë shumë. Benita afrohet pranë Lëndrimit me një qëndrim të qetë në dukje, por me bindje të forta për atë që do të thollë. Ajo nis të flas hapur, pa rrotulla, duke ja bërë të qartë mendimin e saj për Elionën. Benita i thot Lëndrimit që të mos e ngrej Elionën më shumë se ç'duhet dhe të mos i jap rëndësi të panevojshme. Sipas saj, Eliona është një lojtare e dobët dhe nuk ka forcën apo strategjinë për të qëndruar e vetme në lojë. Tonet e Benitës janë të sigurta dhe të vendosura, duke treguar se ajo e ka analizuar mirë situatën dhe nuk flet rastësisht. Ajo vazhdon duke i kujtuar Lëndrimit se, në fakt, është ai që e ka sjell Elionën aty ku është sot. Benita thekson se pa mbështetjen e tij, pa fjalët dhe pa pozicionimin e tij në lojë, Eliona nuk do të kishte arritur të kishte zë apo peshë brenda shtëpisë. Çdo fjalë e saj është e menduar dhe e thënë me një qetësi që e bën edhe më të fortë mesazhin. Lëndrimi e dëgjon me vëmendje, her pas here duke reaguar me mimika fytyre, ndërsa Benita vazhdon të shpjegojë se ngritja e Elionës vetëm sa e dëmton lojën e tij. Ajo thotë se duke e mbajtur pranë dhe duke e mbrojtur, ai po i jep më shumë hapësirë dikujt që, sipas saj, nuk di si ta shfrytëzojë këtë avantazh. Biseda thellohet edhe më shumë, ndërsa Benita përmend situata të kaluara dhe momente konkrete ku Eliona ka treguar pasiguri dhe mungesë qëndrueshmërie. Ajo shprehet se Eliona ndryshon qëndrim shpesh dhe se nuk ka një vijë të qartë loje, gjë që e bën të paqëndrueshme dhe të parashikueshme për banorët e tjerë. Benita i flet Lëndrimit edhe për perceptimin jashtë, duke nënkuptuar se publiku i sheh këto lëvizje dhe se mbështetja e tepruar ndaj një lojtareje të dobët mund të reflektojë keq edhe mbi të. Ajo e nxit që të mendoj për veten, për lojën e tij dhe për mënyrën se si dëshiron të shihet në këtë eksperiencë. Lëndrimi mbetet i menduar, ndërsa a fjalët e Benitës duken se lënë gjurmë. Ai nuk kundërshton menjëherë, duke treguar se po i peshon ato që po dëgjon. Atmosfera është serioze, pa britma, por e mbushur me nënkuptime dhe analiza të ftohta loje. Në fund të bisedës, Benita e mbyll duke përsëritur se Eliona është aty ku është fal Lëndrimit dhe se ai duhet ta kuptojë fuqinë që ka pasur në rrugëtimin e saj. Ajo e bën të qartë se, sipas saj, është koha që Lëndrimi të rishikojë pozicionimet e tij dhe të mos investojë energji aty ku nuk ka kthim. Biseda mbyllet me një heshtje të rëndë, ku të dy mbeten të zhytur në mendime. Fjalët e Benitës vazhdojnë të rrinë pezull në ajër, duke krijuar tension dhe dilema që pritet të ndikojnë në lëvizjet e ardhshme brenda shtëpisë, duke e mbajtur vëmendjen e publikut për më shumë se 5 minuta në këtë përballje të qetë, por të fortë strategjike.